O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar, të falemderojmë që na dërgove Kur'an, të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë e përhape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdërimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdërimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdërimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përvallojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mundsoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo o Zot kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritur dynja.